Luciana, përshëndetje. Përshëndetje. Në momentin që ne kishim lënë intervistën së bashku, ju patët një përplasje me policin. Çfarë ndodhi dhe si agravoi situata? Tani ne jemi mësuar me këtë pjesën që shkojmë aty çdo ditë normalisht te prona jonë, për të penguar makineri që mos vazhdoj punimet në tokën tonë. Pastaj policia e shtetit vjen në mbrojtje të punojësve, të cilët provokojnë edhe banorët. Sot një nga punojësit e Berçani Security që janë aty për të mbrojtur makineritë, ka sulmuar një prej çunave, një adoleshent, e ka gjuajtur me grusht. Dhe neve shoqërona sepse ndalojmë punimet, ndërkohë që punojësi Berçani Security, edhe pse quajti me grusht, nuk u shoqërua. Kjo është normalisht e pa barabartë dhe pa drejtë. Dhe pastaj ne vazhduam protestën për të bllokuar punimet për disa orë, derisa erdhën edhe forcat shtuara të policisë dhe na shoqëruan pjesën më të madhe të banorëve. Ne ngelëm një grup i vogël banor që na spostuan edhe makineritë vazhdu punën. Kjo është gjë që ndodh çdo ditë aty. Sa herë që ne shkojmë këtë, kjo është rutina që po bëjmë çdo ditë, domethënë edhe u mësuam tani, po që është e drejtë, është e drejtë fare. A kishte të plagosur të tjerë nga forcat e policisë? Nga forcat e policisë nuk ka patur asnjëherë të lënduar, as të plagosur, as ka punojësit e kompanisë nuk ka patur asnjëherë të lënduar dhe të plagosur. Lënduar jemi ne si banor, gjatë përplasjes me policinë ndodh shpesh herë që të lëndohemi. Nuk kemi bërë ne raportim për këtë pjesën për të mos e acaruar situatën më shumë e gjitha, por të lënduar sot kanë qenë vetëm banorët. A ka protestues që aktualisht ndodhen në komisariat? Po. Nga gjithë protestuesit që janë shoqëruar në komisariat, janë vazhdojnë gjithë të jenë aty të shoqëruar. Është vetëm një gocë Mariana që është liru dhe unë tani jam duke shkuar te komisariati sepse kishim edhe një takim me disa përfaqësues politik që erdhën në mbështetjen tonë dhe tani po shkoj për te komisariati sepse Mariana është vetëm aty dhe dua të shkoj që të qëndroj me të. Momentin kur detyruan punëtorë që të zbresin nga fadromat, bëri xhiron e mediave dhe rrjeteve sociale. Madje juve ju vonë epitetin në burrnesha e rjollit dhe kështu emri juaj u kthye në simbol qendrese. Tani që ishini veten si protagoniste të një ngjarjeje aq të tensionuar, do ta bëni sërish? Patjetër do ta bëj çdo ditë, do ta bëj sa herë të jepet mundësia dhe sa herë të jetë nevoja për të mbrojtur pronën tonë. Ai është prona që e ka bler katra gjyshi i djalit tim, është vendi ku ka lind gjyshi i djalit tim dhe unë do të vazhdoj ta mbroj të drejtën e djalit tim për të trashëguar pronën e gjyshit vet deri në fund. Po më përpara keni patur incidente të ngjashme? Jo, ne kemi qenë një ditë që kemi ndalu betonierët, që kemi ndalu fik betonierët, por nuk kemi patur incidente ngjashme. Kemi tentuar gjithmonë që ta bëjmë paqësisht të gjithë protestet. Ju kemi kërkuar punëtorëve thjesht të largohen, nuk i kemi prekur asnjëherë dhe kemi tentuar t'i trajtojmë si njerëz, duke menduar që ata janë aty për një rrogë dhe nuk kemi asgjë personale me asnjëri prej punëtorëve dhe një akuzë që është bërë një ditë sikur është sulmuar një punëtor është e pavërtet. Ai punëtor që se është sulmuar, do të vitë dali përballë të thotë cili nga banorët e ka sulmuar, sepse nuk e ka sulmuar. Nuk e kemi sulmuar si ditë, madje ky punojës i Berçani Security që vazhdon edhe provokon çdo ditë banorët, është një person, është një prototip aty që po nuk e di, ai a ka të vetën, është punojës, nuk e di, po ai është një prototip që po krijon për ditë tension edhe me banorët. Edhe ka shajt sot me motër, me nan, banorët është absurde. Nëse një nga çunat ton ka shajt ndonjëherë, ne kemi pas atë dinjitet sa shkojmë dhe themi na fal, na ju kërkojmë ndjes, ka qenë moment nxehtësie. Ati normalisht nuk i tolerohet kjo gjëja, se për sa kohë ka marrë përsipër të bëjë atë punën dhe të veshë uniformen dhe të vitë të dhunoj pronën time, duhet ta marrë parasysh që edhe do ketë reagime nga banorët, se është normale. Ai është në kundërshtim me ligjin aty, ai është gabim aty, ai është në tokën tonë. Ne jemi në tokën tonë, në pronën tonë dhe normalisht askush s'ka drejt na prekit na cënoj aty. Jo të vi policia e shtetit me 7-8 fugon aty dhe të na largojë nga prona jonë, të na shoqërojnë polici për ditë me gra, me burra, me fëmijë, me gjithse, kanë shoqëruar edhe minoren. Po sot kush ju mbështeti? Deputet, opozita, kush ju bashkua protestës?
Erdhi për të disatën herë deputeti i Lëvizjes Bashkë, Erdi Munça, që për cilën e falenderojmë për suportin që na ka dhënë, kanë qenë edhe deputet e Partisë Demokratike, me të cilët patëm edhe një bashkëbisedim të gjatë për të diskutuar për mundësitë të zgjidhjes dhe për shkeljet që ata shikojnë në gjithë ato që po ndodh në Rjoll. Normalisht forcat e shtruara të policisë aty janë absurd që e vëren gjithë. Procedura në bashki nuk është bërë saktë. Bashkia thotë që unë nuk kam ndërhyr fare dhe nuk kam patur fare ndikim në këtë proces, por edhe Bashkia e Shkodrës, duke qenë se vendi ku do ndërtohet kryesor është pjesë të territorit të Bashkisë Shkodër, ka dhënë një miratim, një aprovim që është dakord me zhvillimin e këtij projekti, kështu që edhe Bashkia e Shkodrës është përgjegjëse po ashtu gjitha institucionet tjera të shtetit shqiptar në këtë masakër që po na bëhet neve si banor të Rjollit. Ka pasur tentativë për përçarje mes qëndruesve të Rjollit? Jo, faleminderit Zotit, ne jemi parë gjithë në këtë betejë dhe nuk do ketë përçarje. Jemi të bindur që e kemi filluar bashkë dhe do mbyllim bashkë këtë betejë dhe në qoftë se ka pas ca tendenca të vogla, ca fjalë nga larg kundër njëri tjetrit, ne nuk i kemi marrë parasysh dhe nuk do i marrim, do vazhdojmë të qëndrojmë kështu bashkë gjithë, sepse normalisht bashkë kemi më të fortë, as diskutohet, por është një gjë që na prek gjithëve, nuk është të prek vetëm një familje dy, ajo prek një indirekt të gjithë fshatin e Rjollit dhe një gjë që është shumë e rëndësishme, ajo që po ndodh sot në pronën tonë në Rjoll, është një mesazh shumë i fortë për gjithë shqiptarët. Në qoftë se në Rjoll do ndalohen ato punime dhe kompania do tërhiqet deri në një moment marrëveshje me banorët, është një mesazh shumë i fortë për gjithë investitorët shqiptar që nuk mund të vinë të investojnë, të bëjnë marrëveshje me dokumenta të falsifikuara në kurriz të banorëve në asnjë moment. Në qoftë se do investosh, do zhvillosh një vend, duhet të merresh vesh më përpara me banorët e zonës, me ata që janë pronarë të vërtetë dhe banorët autokton të vendit. Nuk mundesh ti të vish sepse ke marrë një certifikat që pretendon pronësie dhe pa marrë informacionet e sakta se si është përfituar kjo certifikat pronësie. Certifikata pronësisë që përdor Generdyshi për të marrë lejen e ndërtimit është një certifikat pronësie fituar në bazë të dokumentave falso. Dhe normalisht gjykata ka fol për herë të parë para disa ditëve, foli ditën e hënë gjykata e apelit Tiranës, absolutisht që çdo institucion drejtësie që është i pakorruptuar do flasin në të drejtën e banorëve, sepse ata janë në drejtën e vet, ne jemi në drejtën tonë, ajo është prona jonë, dokumentat që ne zotrojmë janë dokumenta origjinale që kemi që i trashëgojmë prej vitesh dhe i kemi mbrojtur dhe në kohën e diktaturës dhe me gjitha vështirësitë e kohës i kemi mbrojtur, ndërsa zotëria që pretendon ta marrë të pronën thotë që unë kam kërkuar kthimin e pronës që më kanë lënë stërgjyshrit e mi. E para punës aty ai nuk ka pas asnjë stërgjyshër. Stërgjyshrit e vet i ka Koplik, nuk i ka fare në Rjoll. E dyta, kur është marrë prona nga shteti komunist të gjithë banorëve të Rjollit, është lista që mund ta marrë çdo institucion, individ nuk e di sa mund ta marrë, nuk ka marrë për familjen time, por lista e plotë është në arkivën hipotekore të prefekturës Shkodrës, ku ne jemi 125 familje dhe emrat e atij zotërisë nuk ekzistojnë fare aty dhe nuk janë fare aty. Janë të gjithë emrat e banorëve të Rjollit, aty që ju shikonin çdo ditë në protestë, para ardhës të tyre, ndërsa zotëria nuk e ka emrin aty. Dhe unë nuk e di se ku ja ka marrë shteti i diktaturës atë pronën që ai pretendon që ta kthejë. Gjithashtu është edhe një dokument tjetër shumë i fortë dhe shumë i rëndësishëm që ai ka përdorur edhe në gjyqin që ka përfituar, që thot prona që pretendon Fatmir Shpellzaj bazohet në një dokument të familjes Jukaj, ne kemi bler pronën nga familja Juka, ku thot certifikata e pronësisë familjes Juka thot familja Jukaj në lindje kufizohet nga Guri Çam dhe nga Çole Zeneli. Guri Çam nga prona që ka përveçuar sot Fatmir Shpellza është 2.8 km larg, 2.08 km larg, më fal. Dhe këtë nuk e them unë, e thot leja mjedisore e kompanisë Generdysh. Pra ajo pronë është e zhvendosur të paktën 3 kilometër. Kështu që kjo është edhe një absurd tjetër që unë nuk e di se çfarë pret prokuroria e Shkodrës që nuk bën aktin e ekspertimit për të nxjerrur se ku ndodhet prona vërtet. Ku ndodhet prona që ai pretendon dhe ku është prona jonë. Në qoftë se ai ka pronë nuk e ka aty. Ai nuk ka pronë fare aty, se ka gjithë dokumenta falsifikuar,
Po ajo Çoli Zeneli që ai përmend dhe pretendon që e ka kapur nga ca dokumenta vetëm si emër dhe ka shfrytzuar për të falsifikuar dokumentat, nuk ka pas ndonjë pronë rjoll, ajo ka pas pronën tek Rana Hedhur në Shënqin. Guri Çamësh aty nuk ka lëvizur asnjëherë. Të tjera toponime që ai ka përdorur në certifikatën e pronësisë nuk ekzistojnë dhe nuk i njeh askush. Ai ka marrë 1500 yllym tokë pa pas shëfitar fare. Ai ka shëfitar gurin e Qoshës që nuk ekziston fare, nuk e di askush se ku është. Gurin e Çam, Majen, Detin nuk ka pas as i banor aty. 1500 yllym tokë i ka pas ai tek Full, aty s'pas ka pas banor tjerë. Ndërkohë që ne jemi mbi 88 familje që jemi pjesë aty 1500 yllymshit. Në ditë të vështira për komunitetin, prezenca juaj është bërë frymëzim për qindra banor që ndjehen të pambrojtur përballë politikës dhe oligarkëve. Si keni planet, do të qëndroni deri në fund? Absolutisht do qëndroj. Falenderoj për fjalët, po unë do vazhdoj të luftoj për pronën time në radhë parë, për pronën e familjes time, dhe do vazhdoj aty me gjithë banorët deri kur të marrim të drejtën tonë. Këtë ne kemi dhënë fjalën njëri tjetrit që nuk dorëzohemi dhe nuk tërhiqemi nga kjo betejë. Luciana, ju keni ardhur nga Anglia për të mbrojtur tokat e të parëve tuaj apo jo? Cila është konkretisht historia juaj? Unë kam ardhur nga Italia, unë jetoj në Itali me familjen time, atje jam duke rritur djalin tim 2 vjeç. Nuk kam shumë vite që jam larguar nga Shqipëria, unë kam studiuar në Shqipëri, kam qenë pjesën atyre njerëzve që mendoja që doja shumë të ndërtoja jetën time në Shqipëri dhe doja shumë që kontribuoja për vendin tim, me aq mundësi sa unë kisha, por me kalimin e viteve, me shtetin që po ndërtohet, me padrejtësitë, me pamundësitë, me gjitha këto gjëra, vendosëm që fëmijët tonë të mos arrisin në Shqipëri për t'i dhënë një të ardhme më të sigurt dhe më të mirë. Jemi kthyer në Shqipëri në momentin që kanë filluar protestat tek prona jonë, pavarësisht unë kisha disa kohë që isha dhe më përpara në Shqipëri se po merresha me proceset gjyqësore, me dokumentacionet e tokës, por në momentin e protestës absolutisht jam kthyer për qenë bashkë me gjithë bashkëfëtarët e mi dhe për të mbrojtur pronën që e ka mbledhur stërgjyshi shqiptar. Ajo është pronë që e ka mbledhur gjyshi i vjerrit tim dhe ajo është pronë që vjerri im normalisht e ka lënë për fëmijët e vet dhe do të trashëgoj i mbirë, kështu që normalisht do vazhdoj të rezistoj deri në fund aty në atë pronë për dalë e drejta. Unë nuk them du të bi unë dhe du ta marr unë, nuk jemi në këtë pikë, nuk jemi që duam ta zaptojmë, nuk kemi bërë asgjë të jashtëligjshme, ne thjesht duam të dalë e drejta jonë. Thirrja që kemi bërë gjatë gjithë kohës, gjitha institucioneve është që të flasi drejtësia, të jepet kohë të flasi drejtësia, sepse është një problem shumë i madh në Shqipëri kjo zvarritja e proceseve gjyqësore, zvarritja e hetimeve. Prokuroria e Shkodrës e ka prej më shumë se 1 viti dosjen aty dhe nuk i jep drejtim që duhet ta kishte mbaruar atë hetimin dhe ne të fliste dhe ne të merrnim atë që na takon në sensin të nxirrej e falsifikimi, të nxirrej që ai vendim gjykate është bërë mbi dokumenta falso dhe këtyre banorëve t'ju jepër një farë drejte që të ishin dhe më të qetë dhe të kishin mundësi që ta gëzojnë atë pronën e vet. Pastaj gjykatat ne e dim se janë në Shqipëri, ne kemi më shumë se 1 vit dhe nuk kemi zhvilluar akoma një seancë gjyqësore të mirëfillt në gjykatën e rretit gjyqësor Shkodër. Një zvarritje të tmerrshme nga ana e institucioneve dhe vetmja gjë që neve na ka ngelur është të bëjmë rezistencë fizike aty tek prona jonë për të penguar punimet dhe për derisa të punimet të ndalohen. Ne shpresojmë që kauza juaj të zgjidhet. Faleminderit për intervistën. Faleminderit juve për kohën, ju uroj një ditë të mbarë.